Dua të bëj një pyetje. Jo pyetje filozofike, jo pyetje abstrakte, pyetje konkrete. Dhe dua të dëgjosh deri në fund para se të gjykosh se ku po shkon. Mendoni për një person nga jeta juaj, jo personazh historik, jo dikush nga ekrani, dikush real, me emër, me fytyrë, dikush me të cilin ndoshta keni ngrënë bukë bashk, ose keni ndarë të njëjtën dhomë për vite, ose keni folur në telefon vetëm javën e kaluar. Tani mendoni, a keni ndonjëherë ndjenjën se nuk e njihni plotësisht, se ka diçka prapa asaj çfarë tregon, diçka që nuk e kuptoni ende? Ndoshta e keni parë të qetë dhe të pjekur në 100 situata. Dhe pastaj, një herë të vetme, keni parë diçka tjetër, diçka që nuk e prisni nga ata. Dhe keni pyetur veten, cili ishte ai person në të vërtetë? Ose ndoshta është e kundërta, dikush që ju nervozon pothuajse pa arsye, dhe diçka tek ai ju prek më shumë se sa duhet dhe nuk e kuptoni plotësisht pse. Pse kjo gjë specifike, tek ky njeri specifik, me këtë intensitet të veçantë? Mbajeni këta persona në mendje, sepse ajo që do të zbulosh në vijim ka aftësinë për të ndryshuar plotësisht mënyrën se si i lexon njerëzit. Nëse i kupton këta, nuk do t'i shohësh më njerëzit njësoj, dhe pasi t'i mësoni, nuk do të mundeni t'i çmësoni më. Carl Jung, njëri nga mendjet më të thella psikologjike të shekullit të 20, dha një përgjigje shumë të qartë dhe shumë të pakëndshme mbi mënyrën e vetme të besueshme për të parë kush është dikush me të vërtetë. Jo nga fjalët e tij, jo nga sukseset e tij, jo nga mënyra si sillet kur gjithçka shkon mirë. Vetëm nga dy gjëra të veçanta, dy momente specifike, dhe të dyja, Jung e tha qartë, janë jashtë kontrollit të plot të atij personi. Por para se t'i zbulojmë, duhet të kuptojmë pse janë të nevojshme këto dy momente. Pse nuk mjafton thjesht të shikojmë si sillet dikush, si flet, si paraqitet. Jung dha një fjalë latine si përgjigje: persona. Sot e përdorim si sinonim të personit, por originalisht persona ishte maska me balë të pjekur që aktorët antik mbanin gjatë shfaqjeve. Maska me të cilën shfaqeshin ndaj botës, jo ata, por roli i tyre. Jung zbuloi se çdo kush e mban një maskë të tillë, jo nga hipokrizia, por nga nevoja e hershme, e thellë e fëmijërisë. Fëmia i vogël nuk u lind me maskë, ai lindi i plot, me gëzimin e tij, me zemërimin e tij, me frikën e tij, me dëshirat e tij. Por shumë më shpejt se sa mendojmë, fillon të mësoj. Mëson kur qan dhe prindi irritohet. Mëson kur kërkon dhe dëgjon ke mjaft. Mëson kur zemërohet dhe dëgjon njeriu i mirë nuk zemërohet. Mëson kur gëzohet shumë dhe shoqëria i thot mos u bëj qesharak. Dhe gradualisht, ai fëmijë fillon të kuptoj. Ka dy lloj gjërash brenda meje, ato që pranohen dhe ato që nuk pranohen. Dhe mënyra e vetme për të qenë i sigurt, për të mbajtur dashurinë, praninë, miratimin e të tjerëve, është të tregoj vetëm të parat dhe të fsheh të dytat. Me kalimin e kohës, kjo fshehje bëhet kaq e natyrshme sa harrohet. Harrohet se ajo është maskë. Bëhet ne. Bëhet kush jemi. Bëhet karakteri im. Por Jung tha jo, kjo nuk jeni ju. Ky është versioni juaj i mbrojtur. Ajo çfarë keni zgjedhur ose jeni detyruar t'i tregoni botës. Dhe nën të, në atë hapësirë të errët ku keni hedhur gjithçka që nuk ju lejua të ishin, jeton diçka tjetër. E quajti hija. Dhe hija, Jung tha, nuk zhduket. Ajo flet, ajo vepron, ajo lëviz. Thjesht jo me fjalët tuaja. Flet me dy gjëra shumë të veçanta. Dhe tani, jemi gati t'i shohim. Gjëja e parë. Si gjykon? Gjëja e parë që Jung tha se zbulon karakterin e vërtetë të një personi është kjo. Kë gjykon? Dhe si? Jo nëse gjykon, sepse të gjithë gjykojmë, por çfarë gjykon? Me çfarë intensiteti? Me çfarë ngulmimi? Me çfarë emocioni? Sepse Jung zbuloi se gjykimet tona të forta nuk janë thjesht opinione. Janë dritare. Dritare që hapin pikërisht drejt asaj çfarë personi ka fshehur thellë brenda vetes. E quajti projekcion.
dhe është ndoshta zbulimi I tij më I rëndësishëm dhe njëkohësisht ai që njerëzit e refuzojnë më shumë kur e dëgjojnë. Projekcioni është ky. Kur ne nuk mund të pranojmë diçka brenda vetes, kur kemi vendosur se ajo cilësi, ajo dëshirë, ai emocion është diçka e keqe, e padenjë, e turpshme, atëherë nxjerrim jashtë vetes dhe e shohim te të tjerët, I veshim ata me të, dhe pastaj gjykojmë me zemërim atë gjë tek ata, duke mos kuptuar se po gjykojmë veten. Kjo tingëllon e thjesht, ndoshta edhe shumë e thjesht, por mos nxitoni, sepse ky mekanizëm, kur e kuptoni vërtet, jo intelektualisht, por nga brenda, ndryshon mënyrën si I dëgjoni njerëzit. Çdo gjykim I fortë bëhet pyetje, çdo neveri e theksuar bëhet e dhënë psikologjike, çdo admirim I tepruar bëhet informacion. Le ta bëjmë konkrete. Mendoni për dikë që e njihni, mik, kolege, antar familjeje, I cili gjykon gjithmonë të njëjtin lloj njeriu. Ata të fryrët, ata që kërkojnë vëmendje, ata që flasin hapur për parat, ata që shfaqin suksesin. Tema nuk ndryshon. Personat ndryshojnë, por tema jo. Jungu nuk do të pyeste çfarë mendojnë ata njerëz që u gjykuan. Do ta pyeste pse kjo temë pikërisht te ky person me këtë intensitet. Sepse ka dallim I rëndësishëm midis kjo sjellje nuk është e mirë dhe kjo sjellje më bën të zjej nga brenda. E para është vëzhgim, e dyta është sinjal. Dhe sinjali gjithmonë tregon brëndinë e atij personi, jo veprimet e tjetrit. Nëse dikush gjykon me intensitet të tepërt njerëzit që shfaqen, ka shumë mundësi se vetë ka varrosur brenda vetes dëshirën për t'u parë, për t'u njohur, për të ekzistuar në mënyrë të dukshme. Dhe nga që ajo dëshirë u quajt njëherë arrogancë, ose turp, ose mos u bëj qesharak, ajo u shty nën tokë, por nuk u zhduk. U shfaq si gjykim ndaj atyre që kanë guxim ta bëjnë atë gjë. Nëse dikush gjykon me zell njerëzit e dobët, njerëzit që shprehin frikën, nevojën, vuajtjen, ka mundësi të madhe se vetë lufton me dobësinë e tij të fshehur, dhe e ka quajtur të rrezikshme, ndoshta sepse dikur u ndëshkuar kur e tregoi, ndoshta sepse I thanë se burrat nuk qajnë, ose gratë e forta nuk ankohen. Dhe tani kur sheh te tjetri atë gjë të ndaluar, ndjen reagim, ndjen neveritje, ndjen pa e pranuar një lloj superioriteti. Por ai superioritet, Jung tha, është vetëm mbrojtje. Mbrojtje ndaj asaj çfarë refuzon të shoh brenda vetes. Jung zbuloi se gjërat që urrejmë më shumë tek të tjerët janë zakonisht gjërat që I kemi fshehur më thellë nga vetja. Mendoni për Agronin, 41 vjeç, menaxher projektesh. Mbërrin I pari, largohet I fundit, kur nuk kërkon ndihmë, kur nuk ankohet. Kur lavdërohet, e kthen me njëherë. Ishte ekipi, asgjë e veçantë. Kolegët e respektohen, disa kanë frikë prej tij, jo sepse është I ashpër, por sepse duket I paprekshëm. Por ka një person në zyrë që e nervozon shumë. Ai është kolegu I tij Erioni. Erioni është më I ri, I sigurt në një mënyrë që duket gati I pakujdesshëm. Hyn në dhomë dhe dhoma e vëren. I ndan idetë hapur, gjysmë të formuara, të papërsosura, të papastruara, pa asnjë frikë të dukshme nga gabimi. Qesh lehtë, kërkon gjëra, zë hapësirë pa u kërkuar falje për të. Dhe Agroni nuk e duron dot. Jo pak, jo në mënyrën që nuk të pëlqen zakoni dikujt. Thellë, në atë mënyrë që të ndjek edhe në shtëpi. I thot vetes se është çështje profesionalizmi. Erioni është I pamatur. Ai është gjithë sipërfaqe, ai nuk e ka fituar besimin që mbart. Por ja çfarë nuk e thot kurrë me zë. Agroni ishte Erioni dikur. Dikur më parë, ndoshta shumë më parë, ai kishte të njëjtën energji, të njëjtin entuziazëm të pambrojtur, dhe dikush, një shef, një baba ose një zë që I besonte, I tha në një mënyrë ose në një tjetër se kjo nuk ishte serioze, se njerëzit e vërtet nuk kanë nevojë për duartrokitje, se dëshira për të dukur është kotësi. Dhe Agroni e besoi.
E varosi aq plotësisht, sa harroi që kishte qenë aty. Tani Erioni hyn në çdo dhomë dhe e zhvaros, pa e ditur, pa u munduar. Dhe Agroni e quan arrogancë. Por nëse do të uleshit me Agronin mjaftueshëm gjatë, përtej profesionalizmit, përtej shmangjes, do të gjendit diçka shumë më të qetë. Një njeri të raskapitur nga të mos zënurit kur hapësirë, dhe që kur, asnjëherë, nuk e ka lejuar veten ta vajtoj këtë. Erioni nuk është problemi i Agronit. Erioni është pasqyra e Agronit. Le ta themi qartë, pa metafora. Çfarë do të thotë kjo për të lexuar karakterin e dikujt? Kur shikoni dikë dhe doni të kuptoni kush është ai me të vërtetë, mos pyesni çfarë thot. Mos shikoni çfarë bën kur gjithçka shkon mirë. Mos u mjaftoni me atë çfarë paraqet. Dëgjoni si gjykon. Dëgjoni çfarë gjykon, cilën cilësi, cilin lloj neriu, cilën sjellje. Dëgjoni me çfarë intensiteti, nëse reagimi i tij është proporcional me situatën apo shumë më i madh se ç'e kërkon çështja. Dhe dëgjoni nëse tema ndryshon. Nëse ky person gjithmonë ka të njëjtin lloj problemi me të njëjtin njeri. Sepse kur tema nuk ndryshon, kur lloji i njerëzve të gjykuar është gjithmonë i ngjashëm, kur zemërimi kthehet gjithmonë tek e njëjta tipar, ky nuk është opinion. Kjo është luftë e brendshme e shfaqur jashtë. Dhe pjesa më e frikshme, shumica e njerëzve nuk e kuptojnë kurrë që po flasin për veten. Njeriu që është vërtet i sigurt brenda vetes, rrallë gjykon me atë lloj nxehtësie. Njeriu që ka bërë paqe me ambicien e veta, nuk gëlon kur sheh tjetrin ambicioz. Njeriu që ka pranuar nevojat e veta, nuk nervozohet kur sheh tjetrin që kërkon ndihmë. Kjo është arsyeja pse disa njerëz nuk mund të durojnë dot dikë që guxon të jetë vetja. Sepse ndonjëherë, gjërat që njerëzit urrejnë më shumë tek të tjerët janë pikërisht ato që kanë varrosur tek vetja. Intensiteti i gjykimit është i anasjellt me paqen e brendshme. Dhe sapo ta kuptoni këtë, do të filloni t'i dëgjoni njerëzit krejt ndryshe. Sa më e madhe nxehtësia, aq më i thellë konflikti pa përpunuar brenda. Kjo është gjëja e parë. Projekcioni nuk shfaqet vetëm nëpërmjet neverisë. Forma e dytë, dhe këtë shumë pak njerëz e vënë re, është admirimi i tepruar. Kur dikush vë dikë tjetër mbi piedestal me të njëjtin intensitet, por me shenjë pozitive. Ajo është kaq e guximshme. Ai ditë jetoi, ne të tjerët jemi robër, ata kanë diçka që ne nuk e kemi. Jung do ta pyeste, a je i sigurt se nuk e ke? A je i sigurt se nuk është brenda teje, e mbyllur që pret leje? Sepse admirimi i tepruar, ashtu si neveritja e tepruar, flet për diçka të brendshme, flet për cilësi që ne i kemi projektuar jashtë, sepse brenda nuk na lejohej t'i kishim. Gjëja e dytë, si reagon nën presion. Gjëja e dytë që Jung tha se zbulon karakterin e vërtet, është kjo. Si reagon dikush kur diçka nuk shkon sipas planit të tij. Jo kur shkon mirë, kur nuk shkon. Kur kritikohet papritur, kur gabimi i tij bëhet i dukshëm, kur dikush nuk pajtohet me të, kur humb kontrollin mbi situatën. Aty, në atë moment të veçantë, nuk ka skenar, nuk ka kohë për të menduar se çfarë do të duket mirë, nuk ka hapësirë për ta ndërtuar versionin e mirë. Dhe Jung tha, aty shikoni njeriun. Shpjegimi është i thjeshtë dhe shumë i vërtetë. Mbajtja e maskës, mbajtja e atij imazhit të kujdesshëm që çdo kush ndërton, kërkon energji psikologjike. Jo pak, shumë. Energji të vazhdueshme, të disiplinuar, të orëve të tëra. Kur gjithçka shkon sipas pritjeve, kemi energji për ta mbajtur maskën. Kemi kohë, kemi hapësirë mendore, kemi mundësi të zgjedhim se çfarë të tregojmë. Por kur presioni rritet papritur, kur situata del nga kontrolli, kur thehet diçka e brendshme, kur egoja sulmohet, ajo energji shpenzohet brenda sekondave. Maskën nuk ka kush e mban. Dhe brenda një 2 sekondash, shpesh edhe më pak, shfaqet diçka tjetër. Jo karakteri i keq, jo karakteri i mirë, karakteri i vërtet, me të gjitha frikrat e tij, me të gjitha mbrojtjet e tij,
me atë nivel pjekurie emocionale ku realisht gjendet ai person, pavarësisht nga sa mire menaxhon imazhin kur gjithçka është e lehtë. Jungu e dinte. Çdo kush mund të duket i pjekur, i qetë, i arsyeshëm kur nuk ka presion. Karakteri nuk zbulohet aty. Zbulohet ku dhemb. Dhe çfarë shfaqet kur dhemb, kur maska bie, është gjithmonë një nga këto gjëra. Kur persona e dikujt atakohet, mbrojtjet e tyre primitive shfaqen. Këta mbrojtje tregojnë për ciklet e tyre psikologjike bazë. A do të sulmojnë, duke treguar kështu që kanë diçka të pakonfrontuar brenda vetes, apo do të tërhiqen, duke treguar kështu që kanë tendenca tërheqjeje, apo do të hedhin fajin, duke shfaqur kështu tendencat e tyre për të qenë jo lojal, apo do të integrojnë, duke treguar kështu maturitet psikologjik. Do të bëjnë pauzë, thjesht pauzë. Këta njerëz janë të rrallë, sepse kapaciteti për pauzë nën presion nuk është shenjë dobësie, është shenja e vetme e besueshme e pjekurisë emocionale. Stresi e tregon të vërtetën. Ka momente të mëdha presioni, kur kritikohet publikisht, kur sfidohet autoriteti i tij. Ato janë të dukshme, por Jung theksoi se karakteri shfaqet shumë shpesh nga momentet e vogla, ato gjëra që nuk i vëmë re fare si teste. Si reagon dikush kur duhet pret 20 minuta pa shpjegim? Si reagon kur nuk qeshin me shakan e tij? Si reagon kur dikush nuk pajtohet me mendimin e tij? Këto momente të vogla, ky disproporcioni vogël midis madhësisë së shkakut dhe madhësisë së reagimit, janë dritare të vërteta. Tregojnë se çfarë gjendet nën sipërfaqe, pa e mbuluar dot. Dhe tani, dini si t'i lexoni. Bashkimi. Dy gjërat së bashku. Jung nuk i pa këto dy gjëra si dy vëzhgime të veçuara. Ai tha bashk, ato tregojnë kush është njeriu në të vërtetë. Gjërat që dikush gjykon me shumë nxehtësi, tregojnë çfarë ka fshehur brenda vetes. Dhe mënyra si reagon nën presion, tregon çfarë ndodh kur ajo pjesë e fshehur preket. Nëse dikush gjykon fort njerëzit e dobët, pastaj kur vihet nën presion, sulmon, keni tablon e plot. Dikush që ka luftë të pahapur me dobësinë e vet dhe sulmon kur ajo dobësi kërcënohet. Nëse dikush gjykon gjithkohën njerëzit egoist, por nën presion zhduket dhe nuk kujdeset fare për tjetrin, keni tablo tjetër. Dikush që ka frikë të vendos kufi, i cili ka mohuar nevojat e veta kaq gjatë, sa kur sistemi shpërthen, ai shkon në ekstremin tjetër. Dhe nëse dikush gjykon gjithkohën njerëzit të dukshëm, por nën presion bëhet i vogël, i pasigurt dhe fajson veten, shpesh problemi nuk është arroganca e të tjerëve. Problemi është se ai person kurrë nuk e lejoi vetes të ndihej i rëndësishëm. Dhe tani nuk e duron dot kur dikush tjetër guxon të shkëlqejë. Pema njihet nga frytet e saj, dhe karakteri nga ajo që gjykon, dhe nga mënyra se si reagon kur dhemb. Tani ktheuni tek personi me të cilin filluam. Ai njeri me emër dhe fytyrë, ai njeri me të cilin ndoshta folet dje. Mendoni si flet ai kur gjykon të tjerët. Mendoni çfarë tiparesh, çfarë sjelljesh e bën nervoz me atë intensitet specifik. Dhe pastaj mendoni, nëse e keni parë, si reagon kur diçka nuk shkon sipas pritjeve të tij. Si sillet kur kritikohet, kur gabon, kur humb kontrollin. Nëse i keni të dyja të dhënat, keni karakterin. Jo karakterin e plot, jo karakterin e vetëm, por karakterin e vërtet, atë që ekziston poshtë imazhit të ndërtuar me kujdes. Dhe tani, kjo është pjesa e pakëndshme, por e rëndësishme. Kthejeni të njëjtën pyetje tek vetja. Çfarë gjykoni ju me intensitet të tepërt? Cilat tiparet e të tjerët ju nervozojnë jashtë proporcioni? Cila sjellje, cili cilësi? Dhe si reagoni ju kur jeni nën presion, kur kritikoheni, kur dikush nuk pajtohet me ju? A sulmoni? A tërhiqeni? A hedhin fajin? A bëni pauzë? Nuk ka përgjigje të duhur, ka vetëm përgjigje të sinqerta dhe të pasinqerta. Dhe Jung tha, ata pak njerëz që mund të shohin veten me sinqeritet, pa u justifikuar, pa e zbukuruar, janë pikërisht ata të cilët kanë kapacitetin të ndryshojnë. Jo sepse janë më të mirët, sepse janë më të zgjuarit me veten. Le ta mbyllim ndryshe. Jo me listë, jo me kuraj,
Jo me premtim se pas kësaj videoje jeta do t'jetë ndryshe. Me diçka tjetër. Jung shkroi: detyra e njeriut nuk është të bëhet i përsosur, është të bëhet i vetëdijshëm. Vetëdia nuk do të thotë se do të bëheni më të mirë me njëherë. Nuk do të thotë se marrëdhëniet tuaja do të bëhen pa konflikt. Nuk do të thotë se njerëzit rreth jush do të ndryshojnë. Do të thotë diçka shumë më të thjeshtë dhe shumë më të vyer. Tani keni dy instrumente të besueshme për të parë realitetin ashtu siç është. Jo ashtu siç dëshironi të jetë, ashtu siç është. Dhe më e rëndësishmja, jo vetëm për të parë të tjerët, por edhe për të parë veten. Dhe ky, të parit, të tjerët, por edhe veten pa gjykim, pa mbrojtje, është fillimi i çdo ndryshimi të vërtetë që keni bërë ndonjëherë. Jung shpenzoi gjysmën e jetës duke pyetur pse njeriu i fsheh vetes, dhe zbulimi i tij ishte vëzhgimi thjesht. Ne nuk i fshehim të metat tona nga të tjerët, i fshehim nga vetja jonë. Dhe ato gjëra të fshehura, ato pjesë të mohuara, shfaqen gjithmonë, nëpërmjet gjykimeve tona dhe nëpërmjet reagimeve tona kur dhemb. Keni dy gjëra tani, dy dritare, dhe nuk ka nevojë të bëni asgjë me to menjëherë. Mund t'i mbani, mund të filloni t'i shikoni njerëzit ndryshe, jo me superioritet, jo me analizë të ftohtë, por me atë lloj kuptimi të qetë që ju lejon të shihni edhe dhimbjen prapa sjelljes, edhe frikën prapa gjykimit, edhe zinë prapa neverisë. Dhe nëse ndiheni paksa të ekspozuar tani, nëse ndiheni si dikush që pa diçka në pasqyrë që nuk e kishte parë kurrë më parë, kjo video bëri pikërisht atë që duhej, sepse Jung nuk premtoi rehati, premtoi vërtetësi. Dhe rruga drejt vërtetësisë, si gjithmonë, kalon nëpërmjet atyre gjërave që kemi punuar shumë për t'i shmangur.